Pra nëse një biznes përfiton nga një parti politike, dhe rrjedhimisht, ai biznes që ka shumë punëtorë, edhe punëtorët e tij përfitojnë nga si zinxhir, si bjallë zinxhir, atë pse mos votohet e parti politike. Prandaj, unë, sipas informatorëve që unë i kam, edhe duke qenë konsulent i disa sipërmarrësve privat, ka ndërmarrje private në Kosovë, që paguajnë disa herë më shumë se sektori publik. Gjithë jenë më shumë, sektori privat duhet të jetë në fokus dhe duhet të bëhet më kërkues dhe më interesant për qytetarët që të kërkojnë të punësohen në sektor privat dhe jo në sektor publik. Edhe ashtu pagat nuk janë duke dalluar shumë. Pra, kemi ndërmarrje private që paguajnë më shumë se sektori publik. Dhe qytetarët e Republikës Kosovës duhet ta shohin interes edhe sektori privat. Dhe në momentin që ti do me që të votën, duhet një pas këto mekanizma, këto elemente për bazë para se me votu partinë që ti dëshiron me votu. Tash edhe diçka për rroga, paga, pare. Si është çështjen a kanë ndershmëri të politikantë, deputetët kosovarë, të cilët ju premtojnë mirëqenie qytetarëve të varfër të këtij vendi, po njëkohësisht marrin atë pagën kalimtare 1.900 euro në muaj, mas një legjislature e cila ka dështu, thjesht s'ka bërë as një gjë, as punën primare që e ka për të formuar qeveri, marrin paga tash që s'ka kuvend, pa kalimtare për 1 vjet, edhe qytetarëve ju flasin për socialet e vet i fusin në xhep 1.914 euro. Për më kthyer te kuvendi, mendoj që ky kuvend, secili deputet që merr këto paga, mendoj që i dashur mi anulu ato paga, për shkak se s'kan asnjë pikë kontributi, pa përjashtim, të gjitha partit politike. Duhet të heqin dorë nga ky përfitim ligjeçar që kanë dhënë në vitin e ardhshëm, po mendoj si benefit që vjen nga kuvendi, ndoshta s'kan vepruar asgjë. Domethënë, janë të kota këto paga, do të mirë ata vullnetarisht me dorëzu, për shkak se nuk kanë bërë asgjë. Përkundrazi kanë bllokuar situatën, sidomos partia e parë që është Lëvizja Demokratike.